Ne nuk kemi propozuar emra, nuk kemi propozuar emra, janë deklaruar publikisht që në qoftë se është emri i dikuj për Jasharve, në këtë rast i Murat Jasharit, do ta votonim. Ata janë deklaruar publikisht që ne nuk do të jemi, kështu që unë nuk e di, po kështu ka qenë kjo si ide që ka qarkullu nga PDK-ja. A ka Partia Demokratike e Kosovës vot për Vjosa Osmanin presidente? Partia Demokratike e Kosovës deri sot nuk ka vot për Vjosa Osmanin. E nesër? Jo, dhe janë disa arsye, jo që kemi ndoshta diçka person si parti, sepse herën e kaluame është mendoj që është mbështet në një variant ose në tjetrin. Por Vjosa mendoj që nuk e ka kryer detyrën në variantin e duhur si presidente dhe